Kjo faza e tretë, neve për së pari e lëm fare pa u marë. Okej. Dhe qa bëjmë, Deri në përmbytjen e radhës. Ja një sekund, ta barë. Dhe qa bëjmë, japim to parat që thoni ju, ata e marrin parat edhe ngel Ta marrin ata që u dëmtuan, do marrin parat. Përsëritet gjoja prapë, se ata morën parat, do rregullojnë shtëpitë e tyre dhe kaq. Kurse nëse ne bashkojmë atë fazën e parë, parandalimin, që është patjetër planifikim, me fazën e tretë, pra këto parat nuk i çojmë për të mbyllur ato dëmet e radhës, por i çojmë te planifikimi, ne kemi shumë gjasa që të minimizohen në mos të shkojnë drejt zeros për mbytjet. Shpresoj ta kem thënë. Përmbytje ka pasur në historinë e Shqipërisë gjatë gjithë kohës, por janë marrë masë. Pra janë marrë masa, le themi edhe para viteve 90 ka pasur përmbytje. Po drejtoritë e bonifikimit kanë tharë gjithë Shqipërinë, kanë funksionuar hidrovorët, sistemi le themi i tërë në gjithë teritorin e Republikës Shqipërisë dhe teknologjia duhet të themi një gjë. Teknologjia në ato vite nuk është teknologjia që është sot. Pra teknologjia avancon, ne rrim mbrapa, ecim mbrapa, jemi kundër pedal. Pra dhe është absurde shpeshherë kur thuhet në Shqipëri që le themi përmbytet Durrësi se ka qenë Kneta, dakord, pjesa e Knetës, po qyteti. Pra pjesa është përmbytur qyteti, zotri. Pra, ne kemi vendet e ulta, si që është Hollanda, bën një menaxhim ekselent për sa i përket përmbytjeve. Ata gjatë gjithë kohës janë, le themi, në rrezikun e përmbytjeve. Po që disa zona janë në ujë, është... Po patjetër, por funksionon, le themi, menaxhimi që bëjnë. Dhe një gjë që unë kam vënë re në vendet evropiane, nuk dalin bëjnë show televiziv, deputetët e zonës, ministra, drejtorët, kush del më bukur, apo brenda në ujë. Azmer, që nëse s'do dalin, me thotë pse s'dilni. Kur dalin thotë pse Qa bëri ministri që vajti ati? Qëfar bëri ministri? Të paktën orientoj të gjitha... Se është specialiste, ka drejtor zotri, ka profesionist për këtë punë, për kundrazi. Për kundrazi ata nuk do të duket. Azmer, ti do ishe ngritur i pari, bashkë me Kapratën do të thoshë kush ministri flegjum. Po që absolutisht. Për mua duhet shkoj. Fare më fare. Duhet shkoj atje. Kjo është problemi, pra. Bires atje të ri, jo t'i iki. Fasadat. Jo, unë se kam ato, unë jam të bëjmë të gjitha këto që thotë, të gjitha këto që thoni ju. Po, kur del ministri, sa keqë del? Kur s'del, sa keqë s'del? Po sepse është edukuar populli, më prandaj thotë populli. Tu ka dhe një problem tjetër.